Dhe duke mos dalë ky konkluzion, nuk dilet dot as në masa të tjera për ta parandaluar që ky fenomen mos shfaqet. Po i referoheni këtij rasti apo po flisni në tërësi, sepse në këtë rast është e verifikuar se si ka ardhur edhe aksidenti. Jo, po flas në tërësi që ti parandalojmë aksidentet. Kurse në rastin konkret, ky është në gjendje të dehur, në kushte të euforisë të tepruar, sepse kur dehet njeriu, kore trunore nuk ngopet me gjak, për rrjedhoj nuk merr dot komanda dhe hyn trotuar duke trotuari sikur është rrugë. Pra, këtë rastin e këtij e kam parasysh, po ne duhet të bëjmë analiza. Pra, jo të kemi perceptime, po të bëjmë analiza të thelluara me qëllim që këto fenomene të mos shfaqen. Në bazë këtyre analizave, pastaj dalim në konkluzione se pse na vjen kjo. Dhe mbas konklusioneve ndryshojmë edhe masat, jo ne natyrisht, ndryshon parlamenti ose qeveria kush e kanë kompetencë, merren edhe masa të tjera ndaluese, parandaluese me qëllim që fenomene të tilla të mos përsëriten më. Pra nëse ne në një rrugë kemi një fenomen të shtuar që na qarkullohet me shpejtësi, atëherë vëmë një tabelë kufizuese që nga 40 e bëjmë 30, vëmë pengesa, vëmë kurrizmi si u faqen në rrugës quhen ato që zbusin shpejtësinë. Pra ka një sër masash të tjera, por duhet dalë mirë në konkluzione. Pra ne pa të dalë në konkluzione nuk mundet ashtu. Dhe kjo është një element serioze sepse që në fillimin e aksidentit ai minohet. Minohet me këto dy elemente që thash, pra oficeri policisë gjyqësore këtë bën, cakton ekspert, cakton një thot, për shembull cakton një që ka marrë gjeologjiminiera, është inxhinier thot. Dhe nuk arrin do të kuptoj ç'është inxhinieri. Faktikisht fjala inxhinier do të thotë specialist me arsim të lartë në një deg të caktuar. Pra, kur e thret një person për ta caktuar në një detyrë, duhet i thuash, çfarë diplomë ke? Unë kam bërë detyrën e oficerit policisë gjyqësore 6 vjet e gjysmë. Pra, dhe di mirë këtë punë. Pra, duhet i thuash personit, besim një dokument që vërteton që ti ke marruar për shkollë për automobila, se këtu kemi 2 automobile që na përplasen. Këtu kemi një automobil që na ka shkaktuar aksident.